Sot në Klim vazhdon karvani shëndetësor për këtë veti fokusuar në vetëdijsimin e qytetarëve mbi sëmundjet jo ngjitse, duke përfshirë temat më të rëndësishme për shëndetin, ndikimin e duhanit, përdorimin e alkoolit, rëndësinë e aktivitetit fizik dhe ushqyerjes së shëndetshme. Gjatë këtij aktiviteti, qytetarët kanë pasur mundësinë të plotësojnë kartën e vlerësimit të shëndetit dhe më pas kanë marrë kontrolle të drejtë për drejta nga ekipet e stafit shëndetësor nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në Klim, të angazhuar nga projekti për këtë qëllim. Me nisjen e këtij karvani, afër 200 qytetarë u informuan mbi faktorët që ndikojnë në shëndetin e tyre dhe morën udhëzime praktike për një stil jetese më të shëndetshëm. Ky aktivitet ka për qëllim të nxjisë ndërgjegjësimin dhe parandalimin e sëmundjeve jo ngjitse në komunitet. Karvani shëndetësor organizohet nga Syri Vizionit me mbështetjen e AQH Projekt dhe shërben si një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të shëndetit publik. Karvanët e ardhshëm do të zhvillohen edhe në Istok, Deçan, Dragash, Suharet dhe Prizren, duke u dhënë mundësi qytetarëve të përfitojnë informacione dhe kontroll shëndetësor falas. Na jena për organizatë Syri Vizionit, jena në projekt bashkëpunim me AQH-n, ku kemi organizu karvan shëndetësor, është edicioni i 3 që organizojmë komunën e Klinës. Karvani shëndetësor ka qëllim që mi vedisu njerëz për sëmundjet, për faktoret e rrezikut, sa është e rëndësishme përdorimi jo përdorimi i sheqernav, jo i kripes, aktivitetet fizike sa të rëndësishme janë, po ashtu në karvan e mbasim edhe sheqerin, tensionin, matje trupore dhe gjana të tilla, po ashtu brenda fundit është edhe për fruta dhe për është për faktoret e rrezikut për sëmundje që janë si kanceri, sheqeri, sëmundjet kronike, domethënë kjo tendë është e përgjithshme. Në këtë tendë flitet më shumë për duhanin, se është i dëmshëm, tani e dimë, edhe pse disa vazhdojnë me pi, edhe dobit nga lënia e duhanit. Kjo është tenda për përdorimin e alkoolit, se tregon se sa e rëndësishme është mos me përdor alkoolin. Kjo është dobit e aktivitete fizike, na zakonisht merren shumë pak me aktivitete fizike dhe tregon se sa e rëndësishme është mu marrë me aktivitete. Dobit e ushqyerjes së shëndetshme, po ashtu stafi mjekësor, matet sheqeri, tensioni, tu bën matet trupore të kjo tendë, është tenda për me fruta dhe me ushqime. Hajde se